Manifestimi nisi me parakalimin e forcave të sigurisë të Kosovës dhe presidentës në përfundim të mandatit, Atifete Jahjaga. Pas kësaj, drejtuesit e institucioneve të Kosovës vunë kurora lulesh pranë obeliskut në nderim të epopesë së UÇK-s, komandantit Adem Jashari dhe dëshmorëve të tjerë të kombit. Duke theksuar nevojën për shndrim të FSK-s në forcat armatosura, presidentja Jahjaga u shpreh se duhet hequr dorë nga inatet politike drejt realizimit të aspiratave të shtetit. Është dita kur duhet më shumë respekt e dashuri për shtetin ton, për atëun ton, pa e sfiduar demokracinë e brishtë të tij. Sot është dita kur mendohet për të ardhmen e gjeneratave të reja, duke lënë anash dallimet politike, duke hequr dorë nga inatet dhe egot, dhe duke punuar fort për realizimin e aspiratave tona. Është dita kur duhet të përmbyllim procese të rëndësishme për vendin, për të përhapur perspektivat tona, përfshirë edhe shndrimin e kësaj force të sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur të Kosovës. Komandanti i FSK-s Ramon Rama u shpreh se FSK-ja do të ndërtohet mbi vlerat kombëtare euroatlantike dhe perëndimore. Forca e sigurisë Kosovës është duke punuar që të ndërtojmë një forcë profesionale, që është në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim. Kjo forcë do të ndërtohet mbi vlerat tona kombëtare dhe vlerat euroatlantike dhe perëndimore. Kjo forcë do të jetë ndërveprueshme gjithë partnerët tonë dhe të gatshëm që të dalin në ndihmë gjithë qytetarëve të Kosovës. Përfaqësuesi familjes Jashari, Rifat Jashari, porositi që të çohet deri në fund amanetit të gjithë atyre që ranë për liri dhe pavarësi të Kosovës. Na duhet të jemi shqyrë, të punojmë dhe të veprojmë, të ruajmë gjakun e bijave tona, të çojmë amanetin ku ata dëshirojnë. Nëse punojmë së bashku, çdo gjë kemi me kalu më lehtë. Ushtarët e nderuar, mu po m'knaqet zemra dhe shpirti kur po shoh juve këtu para nesh, se dikur në këtë vend këtu është rreshtu edhe komandu ushtria serboslave e Beogradit. Në manifestimin për nder të epopesë së UÇK-s në kazermën Adem Jashari, nuk e mori fjalën kryeministri Isa Mustafa, edhe pse në agjendë ishte përcaktuar që ai të fliste.